Psikologjia sekrete. Pse komplimentet na vënë në siklet? Një nga mënyrat më të shpejta se si psikologët kuptojnë vlerësimin që dikush ka për veten, është duke vëzhguar reagimin e tij në 2 sekondat e para pasi merr një kompliment. Dikush ju thot: "Duke shkëlqyer sot. Ke bërë një punë të mrekullueshme. Sa je vëmendshëm me që je." Dhe ende pa e përtypur mirë komplimentin, mendja fillon menjëherë të kërkojë arsye pse ai nuk mund të jetë i vërtet. S'është kush e di çfarë, thjesht patafat. Ti nuk më njeh siç jam në të vërtet. Pse ndodh kjo? Sepse mendja jon nuk e vlerëson një informacion të ri duke pyetur nëse është i vërtet ose jo. Ajo bën një pyetje tjetër: a përputhet kjo me historinë që unë besoj tashmë për veten? Komplimenti na duket i huaj, dhe truri ynë ngurron të besoj gjërave të panjohura. Ndaj, ju lutem mbajeni mend këtë pjesë. Mendimi i parë që ju vjen në mendje nuk është gjithmonë më i vërteti. Ndonjëherë është thjesht më i vjetri. Herën tjetër kur dikush ju bën një kompliment, vëreni me kujdes reagimin tuaj të brendshëm. A zgjohet kurreshtja juaj apo mendja fillon të mbledh prova për ta rrëzuar atë kompliment? Në vend që të pyesni, a është vërtet kështu? Pyesni veten, çfarë pan ata tek unë, që unë ende nuk po arrit ta shoh. Nuk keni pse detyroni veten ta besoni menjëherë atë që ju thon. Mjafton të bëheni pak kurreshtar, sa për të mos e kundërshtuar menjëherë komplimentin. Ndonjëherë, gjëja më e vështirë për t'u pranuar është një e vërtetë që nuk përputhet me historinë që kemi krijuar për veten tonë. Sepse, në fundit, personi më i vështirë për t'u bindur se vlen, jeni ju. Dhe sa herë që e thyeni këtë model të vjetër mendimi, i jepni vetes shansin të shiheni me një sy tjetër. Këndvështrimi im. Pse ky tekst godet në shenjë? Ky shkrim trajton një nga kurthet më interesante dhe më të shpeshta të psikologjisë njerëzore, teorinë e vetë verifikimit. Ne kemi një nevojë të lindur që bota e jashtme të përputhet me atë që ndjejmë për veten përbrenda, madje edhe kur ato ndjenja janë negative. Për dikë që ka vetvlerësim të ulët ose vuan nga sindroma e mashtruesit, impostor syndrom, një kompliment i sinqert krijon një lloj përplasje të brendshme, disonancë kognitive. Truri reagon pothuajse si sistemi ynë imunitar. E shef komplimentin si një trup të huaj dhe e sulmon për ta nxjerrë jashtë. Pika kyçe e mesazhit. Mendimi i parë nuk është më i vërteti, është thjesht më i vjetri. Kjo fjali është thjesht geniale. Ajo na kujton se zëri ynë i brendshëm kritik nuk është zëri i së vërtetës, por thjesht një kasetë e vjetër e regjistruar vite më parë, nga kritikat e fëmijërisë, dështimet apo pasiguritë e kaluara. Për të ndryshuar këtë mekanizëm, nuk ka nevojë të dashuroheni me veten brenda natës, kjo do të ishte e pamundur. Por duhet bërë pikërisht ajo që sugjeron teksti, të zgjojmë kurreshtjen. Në vend që të mendoni po tregohen thjesht të sjellshëm, provoni të thoni: interesante, çfarë shohin tek unë që unë nuk e shoh. Një faleminderit e thjesht pa e nënçmuar veten është hapi i parë për të thyer këtë zakon të vjetër. Po ti, si reagon zakonisht kur dikush të bën një kompliment, e pranon me buzëqeshje apo gjen menjëherë një mënyrë për ta shfryrë?